Ju përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, mirë se vini sot në MCN Informacion, do të qëndrojmë në vim së bashku për diskutuar temat të ndryshme dhe sigurisht me të ftuarit tanë në studio. Në pjesën e partë të MCN Informacion sot do të flasim për politik. Partia Demokratike i ka paraqitur një notë verbale delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë pas deklaratës së bërë nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos, e cila i cilësoi zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri si të lira dhe demokratike. E kjo deklaratë është shoqëruar nga valë reagimesh dhe akuzash nga përfaqësues të Partisë Demokratike kundër përfaqësuesve ndërkombëtar. Por në fakt cili është roli i ndërkombëtarëve në Shqipëri? A ka një koordinim mes tyre apo disa ambasador mbështesin, sikur se thotë zoti Berisha, propagandën e Ramës? Do të diskutojmë me mua në studio, është bashkuar avokati Gylsen Zhëllim, avokat përshëndes. Përshëndetje, faleminderit. Dhe kolegu Mariglen Kume, faleminderit. Kënaqësi. Avokata, ju duket i drejtë qëndrimi i Partisë Demokratike për të dërguar një notë verbale delegacionit Bashkimit Evropian, kjo pas deklaratës komisioneres për zgjerim Marta Kos? Partia Demokratike është një institucion i cili vonohet kur bën deklarata dhe kur bën deklarata bën pasi është bërë namin deklaratët më parshëm të komisionerëve dhe atyre që kanë të bëjnë me funksione të larta në Bashkimin Evropian. Por ne nuk do të bazohemi nga një deklaratë e një komisionere e cila do të qëndrojnë në detyrë deri në 2029 për shkak se zgjedhjet e 2029 që janë për Bashkimin Evropian dhe institucionet e Bashkimit Evropian do të ketë një konfigurim të ri për shkak se çdo 4 vjet kemi zgjedhje të komisionerëve dhe sigurisht që do të ketë edhe ndryshim të politikave të ndryshme të tyre. Duhet kemi parasysh që Bashkimi Evropian dhe Partitë Popullore Evropiane kanë dalë me një rezolut ku thënë që Bashkimi Evropian nuk mund të jetë i mvarur nga komisionerët, thjesht përfaqësohet nga kryekomisionerja që në fund fare marrin direktivën ose më mirë marrin dakordsi të shtetet anëtare, sepse Bashkimi Evropian nuk ka sovranitet që përfaqëson unitetin e të gjithë shteteve anëtare, çdo shtet anëtar përfaqëson interesat e vet në komisionet të posaçme dhe përveç kësaj dhe tek këshilli politik që bëhet në Bashkimin Evropian. Deklarata e kësaj komisionere vjen për të bërë fresk Partisë Socialiste dhe qeverisë aktuale, sikur ka ndodhur dhe raste zonjës me ish komisionerës Mogherini, mos gaboj, Federica Mogherini. Po, e cila bën shëtitje në Tiranë, e keni këtu në Tiranë dhe lëviz vazhdimisht, ka qenë komisioner, thoshte sot do të hapen negociatat, nesër do të hapen negociata dhe negociatat u vonuan shumë për të hapur, u desh lufta e Ukrainës që negociatat u hapen, sepse në të njëjtën kohë kemi edhe Shqipërinë edhe Ukrainën që është pjesë në kuptimin pjesë e procesit për të antarësuar dhe për të marrë statusin në Bashkimin Evropian, prandaj deklaratat e një personi i cili është për 4 vite, mendoj se nuk duhet të merren të bëjnë një denoncim të tillë në Shqipëri. Për mendimin tim, deputetët shqiptar duhet shkojnë në Parlamentin Evropian dhe të takojnë të gjithë institucionet atje dhe të japin atje notën e protestës dhe jo në Shqipëri, sepse zyra e delegacionit në Tiranë nuk përfaqëson vetë tjetër një propagandë që bën Partia Socialiste dhe qeveria aktuale. E qartë, ku me zgjedhjet e lira dhe demokratike, kështu i ka konsideruar Marta Kos zgjedhjet e 11 majit, ndërkohë nga ana tjetër vinë këto deklarata të opozitës, Partisë Demokratike. Janë të egzageruara, mendoni? Shiko, ajo deklarata e zotit Berisha ditën e djeshme ka habitur edhe vetë shumë funksionar të Partisë Demokratike dhe jo më mbase po them delegacionin e Bashkimit Evropian apo dhe përfaqësuesit e tyre. Ishte shumë e çuditshme, nuk u kuptua sepse në atë moment, okej, dakord me zonjën, u pyet për zonjën Marta Kos për deklaratën e saj, por e shtriu edhe më tej atë akuzën e tij zoti Berisha, duke përfshirë edhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, të cilin akuzoi se me deputet me eurodeputetët përhap informacione të rreme sipas zotit Berisha se kryetari i PD-s është anti-perëndimor, nuk është pro-perëndimor dhe ka pas dhe një aludim tjetër të cilin e përmendi zoti Berisha sa i përket, po themi, thashethemeve të përhapura sipas tij nga ambasadori, se
ish kreu i fushatës së SPD-s, pra strategu që erdhi, sipas Berishës, sipas deklaratave që tha Berisha, ambasadori ka tjetërsuar pra me eurodeputët e tjerë, pra Kris Lasivitan, dhe këto në fakt kanë qenë të habitshme për të gjithë. Unë mendoj, ndryshe nga avokati, pra, e para herë për Shqipërinë, në rastin me Shqipërinë, neve është një eurodeputete që është kryesisht harton çdo vit raportin për Shqipërinë, që e çon në Komisionin Europian. Para se të shkojnë atje, do kalojnë te komisionerja për zgjerim. Pra, është si me hallka kjo pjesë, dhe nuk besoj se një deklarat e tillë që vjen nga një përfaqësues i Komisionit Evropian përfaqëson vetëm idenë e tij personale. Pra, deklarata është bërë në emër të zonjës Marta Kos. Ajo e ka bërë në emër të atyre që përfaqëson, në emër të atyre që ishte në Shqipëri. Dhe nuk mendoj se duhet ta relativizuar. A kishe zgjedhje me probleme në Shqipëri? Patjetër që ishin zgjedhjet me probleme. Por unë i kam mëshuar më shumë këtij fakti gjithmonë se edhe para zgjedhjeve fryma që ndodhe këtu në Shqipëri ishte e kuptueshme pak. Dhe në këtë kontekst mbase shikohet edhe proporcionaliteti se sa të ndikueshme kanë qenë këto parregullësit në rezultatin final. Në qoftë se ka po them të dhëna informacione që mund të kenë shërbimet inteligjente të huaja të cilat ndodhen në Shqipëri që edhe po mos kishte ndodhur po them një lloj parregullësie pra fryma në Partinë Demokratike, listat gjitha këto nuk e sillnin Partinë Demokratike në pushtet, atëherë konsiderohen deri diku edhe po themi zgjedhjet të ndershme. Po ishin jo me kushtet e barabarta loje, por ishin të lira të zgjedhin atë që mendojnë edhe në këtë kontekst. Unë personalisht jam totalisht kundër këtij lloji qëndrimi të Partisë Demokratike ndaj përfaqësuesve të huaj në Shqipëri. Unë mendoj që nuk është problemi tek të huajt në Shqipëri. Problemi është i pari te populli shqiptar, te ne, se kë zgjedhin, kë parti, kë politikan, kë drejtues lënë në krye për të na udhëhequr, dhe më pas, po themi, mund të vinë përgjegjësit e tjerë. I joni, i politikanëve tanë, edhe ta zgjidhim këtu brenda. Më ka pasur dikush që influenca më madhe në rastin më të mirë e ndërkombëtarëve tek zgjedhjet është po themi në lëvizje me 3%. Pra, në qoftë se po themi do ishte i preferuar i ndërkombëtarëve zoti Berisha, dhe në qoftë se do kishim një sondazhe që 47 me po them 53, aty mund të kishim ndryshime. Por nëse diferencat janë të mëdha, nuk e bëjnë ndryshimin ndërkombëtarët dhe as qasja e tyre, por e bëjnë njerëzit dhe politikanët dhe ofertat që ata ofrojnë. Pra këtu, jo tek ndërkombëtarët. Avokat, kur flasim për deklaratat e ndërkombëtarëve, pra ishte komisionerja Marta Kos, ka dhe deklaratat tjera, në fakt koordinohen ambasadorët dhe zyrtarët ndërkombëtar për deklaratat publike, apo secili ka gjykimet e tij në bazë të vlerësimeve të tij individuale? Shiko, ekziston në çdo ministri të jashtme një formular që jepen çdo ambasador në vendet të ndryshme që përfaqëson veten e tyre. Dhe i japin një formular dhe vendosin ata në cilin vend do të shkojnë pasi të lejnë detyrën në vendin caktuar. Për shembull, janë në Francë sot dhe i thënë tani ku do të shkosh? Ata çfarë bëjnë ambasadorët? Thënë ku ka në vend më shumë korrupsion dhe destabilitet politik? Albania, e vendosin Shqipërinë të parën. Dhe pastaj këtu nënkuptohet qartësi që ambasadorët që kanë ardhur në Shqipëri kanë ardhur dhe janë mbi pasuruar në Shqipëri dhe kanë sjellë familjen e tyre dhe kanë bërë edhe OJF në Shqipëri. Tani unë s'do flas për fakte konkrete, por kur do dalin një ditë fakte konkrete, të shikoni se si ambasador vinë në Shqipëri për të thënë për demokraci dhe për zhvillim dhe për të drejtat e njeriut, dhe në fund fare ikën nga Shqipëria në mënyrë të pasuruar, në mënyrë të jashtëzakonshme. Vetëm këtë si fakt ju sjell. Pastaj, a na intereson ne të dëgjojmë një ambasador që mbaron detyrën e vet për shtetin e tij? Për mendimin tim, jo, pse na duhet ne ambasadorit, na japin ne mendim, pse ambasadori do të përfaqësojë interesat e shtetit të tij.
ambasadori nuk do marrë kur rolin e qytetarit shqiptar, kur nuk do të bëhet opozitar, sepse ai përfaqëson shtetin e tij. Është shumë e thjeshtë, përfaqëson qeverinë e tij. Nesër një ambasador në shtetin e vend t'i vi fashizmi, përsërit do të thotë kemi një shtet normal në vendin tim ku e përfaqësoj. Pra ne pse duhet të marrim në çdo ambasador në Republikën e Shqipërisë që sapo ikën mbi pasurohet dhe në fund fare mbetemi ne këtu duke hëngur kokat njëri tjetrit. Pra, jo çdo ambasador, se jo të gjithë ambasadorët kanë atë rëndësi në Republikën e Shqipërisë që kanë ardhur nga shtetet e huaja, janë bërë super aksionerë dhe kanë marrë miliardë dhe ka ikë në vendin e tyre. Nuk është relativizim, është e vërtet, ata kanë parë ku ka korrupsion, kanë ardhur këtu dhe kanë shërbyer. Avokat. Po për të gjithë ambasadorët të kanë bërë dhe kanë gjunizuar këtë në zgjidhjen e krizave në Shqipëri kanë pas ambasada amerikane, Bashkimin Evropian, Britanike, gjithë Gjermania, të tjera pastaj nuk janë avokat. Prokuroria e posaçme që është në Bruxelles, që është për këta të cilët janë të Bashkimit Evropian që bëjnë fresk kësaj qeverie këtu, atëherë do flasim në një moment të dytë. Tani është gjatë hetimit, do ta hetojnë edhe në fund fare të dalin në konkluzion a ka shkelje çdo seli diplomatike e Bashkimit Evropian në vendet të ndryshme që nuk janë në Bashkimin Evropian, se kanë vetëm atë drejtë të institucionet të Bashkimit Evropian të hetojnë këta delegacion që është këtu në Tiranë. Kur të hetohet, të gjykohet atje, do shikojmë pastaj. E qartë, por rëndësi për në vendimarrjen kemi parë ambasador që ja ka ngret gishtin popullit shqiptar. E mbani mend atë që kalonte xhiro në Tiranë, një Osobe Odiri, ç'a ishte ai? Ja ngreti gishtin, e mbani me një rast. Ose harrojmë lajmi 3 ditë zjat në Shqipëri. Jo, e mbajmë. Ai nuk e mbajmë se janë ngatroj emrat aty. Po, ai ishte thoshte për demokratizim të vendit ton, për zhvillimin e kështu edhe ai ngretë. Aty që protestonin përpara komisariatit. Për ndryshimin e kodit që bëri këtë. Ai është faj se ai ka qenë pal në zgjedhjet e 2019-s tani të emërimeve. Ata i kanë bërë gjithë dorë këtu të përfaqësojnë vendin e tyre dhe nuk do vinë të marrin rolin as opozitës as qeverisë shqiptare. Ti jemi realist tani për këtë të themi popullit. Po vetja kërkojnë. Po kush ja kërkojnë me politikanë. Ai që kërkon ai të marrë përgjegjësinë. E marrim dhe me opozitën. Edhe qeveria aktuale. Edhe qeveria që ka qenë aktuale që ka qenë në opozitë dikur dhe u bënte nga ambasador shkonte dhe pinte kafe nga mjesderi darkë dhe u qante te ambasador që të zgjidhte në një mosmarrveshje që kishte me qeverinë të asaj kohe. Por unë e them të qytetarët të vërtetën, çfarë është? Ti jemi realist. Çdo ambasador do jetë për interesat e shtetit të tij. Nuk ka ambasador të huaj që do të mbroj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë kur populli shqiptar nuk zgjohet nga gjumi. Është shumë vesh fakt konkret. Ti po nuk ruaj te kufit e tua, ai tjetër çfarë do bëj? Do futet. Si mendoni ju? Mendoni ju se jemi në NATO dhe mendoni se siguria është absolute? Mendoni ju se do futemi në Bashkimin Evropian dhe do thotë Bashkimi Evropian mirë se na erdhët ju varfanjakët. Mirë se na erdhët ju varfanjakët, ju japim ne pak lek. Jo, do të shkosh në Bashkimin Evropian me të njëjtat të drejta, me të njëjtat detyrime, do të marrë të japësh lek se si do ndihmosh të aleatët dhe shtetet e tjera të qenë në aleancë. Si mendoni ju Bashkimin Evropian? Do jetë pa sakrifica të popullit shqiptar dhe thjesht me deklaratat të ambasadorëve ose komisionerëve? Po të gjithë do thonë hajde futu. Po hajde futu, po kur të futesh flasim bashkë pastaj për llogarit. Mos ta shikojmë situatën e Bashkimit Evropian si po na pret një Bashkim Evropian, ne të gjithë po na pret dhe ne tani duhet të shkojmë aty sepse thënë hajde se erdhi një vend për ju. Erdhi një vend për ju, erdhi fatura për ju, erdhi për detyrimet për ju, të drejtat i keni, edhe sot i keni të drejtat. Puna është, a i aplikojmë të drejtat, a kemi qeveritar normal që na lejojnë të aplikojmë të drejtat, përsëri është në rrugëzidhjen e qytetarit shqiptar që ta gjykoj këtë gjë. Po nesër nuk do vi kjo Kosi edhe të tjerë salcat me radhë të vinë dhe të na thënë neve në të ardhmen, shikon nuk keni ju hipotek, shikon nuk keni ju të drejta, shkon në gjykate dhe gjyqtari bëhet noter përpara prokurorit. Do të një gjoni, unë këte po pres. Pas njerëz do ta bëj këtë gjë. Pse ju mendoni se na thënë ne kemi bërë statistika dhe këtë gjë, statistika marrin ata, i bën një analizë statistikore, thënë shumë mirë për 5 vite këto e rregullojnë. Po se rregullojnë, vjen një politikë tjetër e Bashkimit Evropian, edhe thotë do ndryshojmë qasje me shtetet të cilët do të vinë në Bashkimin Evropian. Ju e dini që Bashkimi Evropian si drejtohet sot nga Partitë Popullore dhe Partitë Socialiste. E dini që ishte një krizë po ekzistonte në Bashkimin Evropian, se shumica e partive popullore kanë shumicën parlamentare në Bashkimin Evropian dhe ato koordinojnë edhe funksionimin e institucioneve të Bashkimit Evropian dhe në një moment krize
që mos të dalin euroskeptikët, Bashkimi Evropian, pra këto institucionet, Partitë Popullore dhe Socialiste, u mblodhën bashkë dhe thanë, 2 vite ke ti, 2 vite ka mund, se në fund fare do na vi ekstremi djathtë. Edhe kjo zonja, që mos të themi ndonjë gjë tjetër, kjo zonja çfarë përfaqëson? Përfaqëson atë që kanë bërë vetë Bashkimi Evropian, çfarë? Kanë darë për çdo 2 vjet. Mos e kemi si parti. Zoti Kosta që thot këtu, vjen këtu edhe mashtron shqiptarët, ai është deri në 2027 në zonjë. E dini ju që ai do shkojë në Portogali, do të kandidojë për president. Ai do të kandidojë për president ai zoti Kosta. E keni parë një që do të antarësoheni, ju do të integroheni kështu me radhë. Ai do iki në 2027, e keni aty të shkruar, të zezën me të bardhë. Ai do iki, do vi një tjetër, do thotë sakrifica. Ju e mbani mend Macron, vjen në Tiranë, thonë keni sakrifikuar, keni bërë namin, shkojnë në summitin e Danimarkës mos gaboj dhe tha, o shiko, Shqipëria ka shumë punë akoma të futet në Bashkimin Evropian. Edhe kjo nesër mund të vi nesër këtu, të lajthisi, dhe thotë, nesër Shqipërinë e fus në Bashkimin Evropian. Kush e pyet atë? Asnjëri se pyet, komisionere është ajo. Bashkimi Evropian ka vetëm një këshill, që është këshilli politik. Ke Francën dhe Gjermania. Po janë këto të dyja dakord? Po njëra nga të dyja nuk është dakord, Shqipëria nuk futet në Bashkimin Evropian. Ku të lënë Franca? Franca flet për korrupsion, e pa çfarë bëri për kryeministrin atë presidentin e Francës. E futën brenda e nxorrën. Kur flet në Francë për korrupsion, në dridhet e gjithë politikbërja e Francës. Kur flet ti për Merkelin kur ishte qeveriste, kishe koalicion, s'kishe krizat të tilla. Prandaj them që Bashkimi Evropian nuk përfaqësohet nga kjo zonja, po nuk përfaqësohet as nga ky që është 4-3 vite, nuk përfaqësohet për vendimarrje. Mendimet e saj personale, pra gjykimet e saj. Ajo ishte mendimi i saj personal, po nuk përfaqëson Komisionerin Evropian dhe nuk përfaqëson, edhe një herë po ju them, nuk përfaqëson Këshillin Politik të Bashkimit Evropian. Avokat, tabelën e ka mbrapa si komisioner. Ishte në Shqipëri si komisionerja për zgjerim e Bashkimit Evropian. E di shumë që është aty për këtë detyrë, po Këshilli Politik antarëson vendin në Bashkimin Evropian dhe nuk i antarëson as zonja Kos, as zoti Kosta, as një tjetër. Edhe raportin që the ti, eurodeputeti vjen nga Partitë Socialiste, ku Partia Socialiste është pjesë. Dhe imagjinon ti ai të dalë me një raport kundër partisë që kërkon votën se mos ketë në i veto brenda forumeve të partive socialiste europiane. Prandaj, situata është pak më gjerë, nuk është kaq shumë e ngushtë, pra është eurodeputet. E mani me një ato eurodeputetet që na erdhën në Shqipëri 2019. Shkoni në gjykatën e Tiranës, shikoni në gjykatën e Tiranës, nga ato deputet, eurodeputet që na erdhën dhe pastaj dolën pensionistë në vendet e tyre, shikoni që kanë apo jo fën në Shqipëri. Po prandaj ju lutem, eurodeputeti është në një mandat caktuar, mbaron ai detyrën ai atë gjë. Po prandaj po nuk ka logjik kjo që po thuaj. Ai nuk merret për bazë zotëri për mua. Po merret shumë për bazë. Se nuk merret, se nuk ka, po nuk ka vendimarrje antarësimi për Shqipërinë, nuk e ke. E qartë, janë institucione që janë hallka të cilët do kalojnë në mashtrim publik Soreka që thoshte keni sakrifikuar, por nuk do ta marrim këtë rast statutin, atë statusin e vendit kandidat. Iku vjetori, vjet vjetori tjetër, iku Soreka u desh lufta e Ukrainës dhe morë statusin. Po si e morë statusin, si e morë Shqipëria statusin? Sepse e morë Shqipëria se ishte gati, nuk ishte. Çdo vit shtyje statusi për vendit kandidat, pra të hapën negociatat. Jo, statusin e kemi marrë, thjesht për të hapur negociatat, mos gaboj. Pra, hapim negociatat tani, dhe ajo pjesa, loja tjetër e hapjes negociatat, çfarë e hapja negociatave? Detyrime zotëri, nuk janë të drejta, kanë mbaruar të drejtat. Detyrime, pra zotëri, duhet kesh parasysh që ti ke një shtëpi, po, do pagush taksa. Çfarë ke? 3 makina, do pagush taksa. Po asnjëherë s'ja ka thënë qytetarëve të vërtetën këtë, po merr me deklarata. Sa ke? 10 shtëpi, sa ke? Toke, do pagush taksa zotëri. Sa ai në Francë aty shko pagu taksa. Ai në Francë do të japi lek ty para se të futesh në Bashkimin Evropian. Po kur të japi lek ty ai kur të futesh në Bashkimin Evropian, ta dish që ti kur të futesh në Bashkimin Evropian do t'ia kthesh 30 fishin atyre që ke marrë. Jemi dakord apo si e mendoni ju Bashkimi Evropian? Është në shoqatë edhe te shoqatat ka edhe kosto. Si është Bashkimi Evropian? E mendoni se jep lek falas? Nga këto që po thuat janë dokat, ne po bëjmë gabim që po futemi në Bashkimin Evropian. Edhe një, jo të futesh, po të dish ku po futesh. Jo do futem në Bashkimin Evropian sepse Bashkimi Evropian do më bëj mua shtëpi të re. Jo. Po jo, Bashkimi Evropian nuk është qyl.
Bashkimi Evropian nuk kupton zotëri të drejtat dhe detyrime. Pse për shembull do përfitojnë nga francezi, nga gjermani, nga italiani, nga greku, nga të tjerë të brenda? Pse duhet përfitoj unë? Pse jam vend i varfër, pra të shkojnë antar, të bëjmë antar të një vendi që ka është një aleancë të shtetësh, sepse unë jam varfanjak. Pra për lëmosh po shkojmë. Jo, do shkojmë për detyra. Këtë ujnë që ke sot këtu, të flasim pas sa do paguhet. Dhe ajo tjetra që do vi mirëqenja, sepse vjen një deklarat. Do më thënë avokat, po jetoj më mirë neve shqiptarët se sa ato edhe njerë, do paguash taksa më shumë se duhet. Dhe përveç kësaj, dhe diti, Bashkimi Evropian, po do paguash, po do kesh orën më të mira, do kesh standarde më të mira, do kesh tret më të madh, do kesh gjitha këto. Rregullo të thot Bashkimi Evropian, e çfarë do të thot? Rregullo ekonominë e brendshme. Rregulloj, zotëri. Borxhin e brendshme të jashtëm, rregulloj. Po si do rregullojnë këto? Si, duke marrë borxhe, si shtet, duke marrë borxhe, duke la gropat e korrupsionit, duke la edhe gropat e tjera, dhe në fund fare thot Bashkimi Evropian, hajde tani se ti mirë se na erdhe se po presim ty. Është detyrime zotëri financiare, leje parimori ke në ligj urdhëror, ti japun gjithë këto parime ke në ligj. Avokat, në logjikën e kësaj që avokati po thotë, logjikën është detyrime e nderuar mani, po nuk ka mani nuk shkon. Cilët pozicionohen kundër procesit të integrimit në Bashkimin Evropian? Jo, nuk ka asnjë. Edhe vetë zoti Berisha tha qartë që kemi qenë pro Bashkimit Evropian, jemi pro Bashkimit Evropian. Bashkimit Evropian. Po dhe Bashkimi Evropian pro me një program politik të një subjekti që karojnë, që të thojnë të populli shqiptar, do shkojnë zotëri në Bashkimin Evropian, jo për zgjedhje të drejta të lira si t'i doni jo t'i quani, po të shkoni në Bashkimin Evropian se do marrim edhe të drejta dhe detyrime. Janë të barabartë të drejta dhe detyrime, nuk themi vetëm të drejta ne do shkojmë në Bashkimin Evropian. Keni parë rastin e Trao dhe këto gjëra, po shikoni se do bëhet gjithë Shqipëria, po shërbimi do jetë i njëjtë. Apo do jetë cilësor shërbimi? Po këtu është tani. Ai fermeri do marri subvencione, do t'i marri ai. Jo, po thjesht duhet t'i themi të vërtetë njerëzve. Ai i cili është në bujqësi, sot kompensohet me problemi që kanë në bujqësi? Jo. Kur shkojnë në Bashkimin Evropian, po ato leksi do vinë vetëm nga jashtë shtetit dhe ne s'do prodhojmë asgjë që t'i japim fuqi. Avokat, shqiptarët po i paguajnë taksat edhe tani. Edhe tani i paguajnë. Po do i paguajnë edhe më shumë, sepse është ajo mashtërimi i radhës që jemi në Bashkimin Evropian edhe do jemi të gjithë të sigurt. Po i paguajnë edhe tani, por tani janë me skepticizmin dhe janë me frikën sepse po vidhen, po keq administrohen dhe kur t'jemi në pjesën e Bashkimit Evropian, do kemi disa filtra edhe më tepër. Qa do monitorojnë? Do bëhet vepra penale, pastaj do themi tani statistika e SPAK-ut. Prandaj edhe një herë po ju them, Bashkimi Evropian nuk kupton që duhet qartë të thotë edhe qeveria shqiptare, edhe kjo zonja Kos që vjen në Shqipëri dhe thotë mashtrime, si ato të tjerë që thoni mashtrime për shqiptarët, ti thot, po zotëri, do vinë në Bashkimin Evropian, ju pranojmë, po keni dhe detyrime, dhe detyrime tuaj do jenë shumë të larta. Këtë nuk mund të thot Marta Kosa, nuk na pranon Marta Kosa. Se janë po normale, sepse ne duam gjëra kështu, furqe, nga mjesi deri në darkë, duhet furqe, sepse na pret Bashkimi Evropian ne, e thot shqyqy që erdhen këta të na shpotojnë ne. Dakor, Kume, duke krahasuar deklaratat e komisioneres Kos dhe raportin e OSBE-t Hirit, çfarë ka ndoshta të ngjashme apo diçka ndryshe në këto deklarata? Shiko, sepse edhe në raportin e OSBE-t Hirit, fliste pra për zgjedhje të lira, dakor? Por të pjesa e ndershme, të fusha e barabart, pra OSBE-ja thoshte nuk kishte kushte të barabarta loja dhe evidenton të pastaj përfshirjen e administratës në zgjedhje dhe shkrirjen e shtetit në partinë në pushtet, që ky është problemi më thelbësor i evidentuar nga raporti OSBE-t Hirit dhe që vërtet është një shqetësim sepse ti përdor gjitha parat publike, resurset e të gjitha i përdor në favor të partisë në pushtet. Ky është problemi që evidentohet edhe dallimi, por të thash, ajo çfarë analizohet pastaj është e pjesa se mund të kishim mosnjohje zgjedhjesh neve. Mund të kishim mos një zgjedhjesh ose imponim, se që ka bërë Partia Demokratike në gjithë kësaj kohës, gjithë verës, ka bërë se kërkonin ripërsëritje në zgjedhjeve, por ajo objektivi real që ishte është që të bindej Bashkimi Evropian
politika e Bashkimit Evropian të gjithë ndërkombëtarët të bindeshin që dhe të imponoheshin te kryeministri Edi Rama që kur ka nisur kjo legjislaturë, ligjet të cilat kërkojnë 84 votat, pra që kërkojnë shumicë të cilësuar, të mos arrin t'i bëjnë vetëm Partia Socialiste dhe përmes presionit të këtyre ndërkombëtarëve që vërtet kanë rol dhe her pas here kanë treguar se kanë rol vendimtar në Shqipëri në zgjidhjen e krizës. Në zgjidhjen e krizës, se në vendimarrje pastaj patjetër janë politikanët shqiptar, por në zgjidhjen e krizës përmes imponimit të tyre. Dhe përmes kësaj, këte kanë kërkuar dhe këte kanë donin që ta arrinin edhe në gjithë aksionin që kanë bërë gjatë gjithë verës. E qartë, po është pak kontradiktore opozita në deklaratat e saj. Nga njëra, tani, nëse zgjedhjet nuk do t'ishin të lira, do t'kishte mundësi të njiheshin nga opozita, se edhe konstatohen nga opozita, por ndërkohë edhe njihen këto zgjedhje. Është kontradiktore? Është kontradiktore sepse në retorik e ngre stekën shumë lartë edhe në veprime, pastaj është, po them, e nënshtruar nëse mund t'a quaj, por duhet t'jem pak më realist në artikulimet që bëjnë, edhe që pastaj të shkojnë paralel edhe veprimet edhe ato çfarë flasin. Pa tjetër ka kontradikt në ato çfarë bëhet, edhe me panit që si shojmë edhe me protestën, e thamë që e nisën protest, pastaj përfundojnë foltore, ishin shumë të paqartë politikisht, në i gjë kaq të vogël dhe jo më pastaj në sa i përket zgjedhjeve apo edhe retorikës qëndrimit që do mbajnë me parlamentin. E qartë, me që jemi këtu tek foltorja avokate dhe tek protesta, nisën me protest, shkuan në foltore, në fakt a ka një simbolik fakti që Berisha e nisi foltoren pikërisht ditën kur qeveria hapi grup kapitullin e fundit të negociatave? Unë mendoj se është diçka tjetër tek kjo pjesë. Nuk është thjesht vetëm kapitujt, nuk është thjesht gabimi tyre që bërë në momentin kur filluan duke nisur të revoltën e tyre si gjithmonë e nisin edhe në të drejtën e tyre që bëjnë këto veprime, por unë mendoj që është një parashtres ose një parathënje e cila po nxit që Partia Socialiste dhe Partia Demokratike të shkojnë në ndryshime kushtetuese. Unë nuk mendoj a është Rama hajdut apo jo, apo është Berisha i që akuzon për zgjedhjet e lira dhe pa barabarta ose të barabarta, sepse unë mendoj që zoti Berisha dhe zoti Rama gjithmonë kanë bërë atë që nuk duhet ishte bërë, por e kanë bërë, duke parë rastin e Gërdecit që u mblodhën në 2008, duke parë rastin që zoti Berisha ishte në arrest në shtëpi, shkoi bërë në korrik ndryshimet ligjore dhe zoti Berisha, kur bërë ndryshime ligjore në 2024, tha këto ndryshime ligjore që ne po bëjmë nuk janë thjesht dhe nuk janë thelpsore, po na duhet patjetër që të bëjmë dhe ndryshime të tjera që janë kushtetuese, vetë citoj, bërë një intervistë vetë nga arresti në shtëpisë. Pra, ky është një treguesi i qartë që demokratët dhe qytetarët shqiptarë në tërësi do të mësojnë që kjo foltore në të ardhmen të shërbej për ndryshime kushtetuese. Tani, a do të jenë këto ndryshime kushtetuese me kontributin e ndërkombëtarëve? A do të jenë këto ndryshime kushtetuese duke vendosur atë që duhet të drejtën e qytetarëve që përmes një referendumit popullor, ashtu siç u votuar në 1998 në kushtetuta e asaj kohe, që qytetarët shqiptar dolën dhe votuan, kjo mbetet për të parë, por unë me sa kuptoj edhe rastin edhe zotit Rama por edhe zotit Berisha, kuptoj që kjo foltore do të jetë në shërbim të dyve bashkë, sepse ata kanë studiuar një fakt, çfarë? Situatën politike në vend. Ju e dini shumë mirë që humbja e një partie është disfat, por Partia Demokratike për mendimin tim nuk humbi. Çfarë nuk humbi? Pozitat e saj opozitare. Pra 50 deputet, pavarësisht se i ka në koalicion. Dhe këto 50 deputet... Po, nuk humbi dyshin, po. Dhe këto 50 deputet edhe kupton me çfarë strategji është bërë. Pra, tek PL-ja jap një grup parlamentar, tek Mediu jap një grup parlamentar, tek X jap një grup parlamentar, dhe këta tani çfarë i ka të izoluar aty. Nuk mund të dalin ata të thënë, shiko, çfarë marrëveshje ti do bësh me Edi Ramën kur vendos Erz Byllykbashin që nga humbja e vendos po në krye të tavolinës, edhe Dagmjan Gjiknuri që ai fiton e vendos po në krye të tavolinës. Pra, PL-ja, Partia Republikane dhe partitë e tjera nuk mund të dalin kundër çdo lloj marrëveshje që do të bëhet pas kësaj foltore.
Kjo foltore mund të jetë qytetarëve, po nga ajo që përmban brenda sajt është një marrëveshje e thellë kushtetuese që shërben të dy palëve? Po patjetër, ky ti shërben. Ju e kam thënë edhe herë tjetër këtu. Çoni ju të vitu unë, nuk është. Pra ju keni meritat tuaj, unë kam meritat e mia. Ne të dy bashkë do luftojmë pra brenda një debate dhe një kornize të ndershme, ashtu siç duhet, që ne të luftojmë dhe të paraqesim programet tona, po kjo, në rast se bëhet kjo që them unë, kjo nuk quhet e ndershme. Sepse i bën që këta i mban të izoluar, dhe ndërkohë ti me Ramën që e thon nga mes deri në darkë hajdut kriminal gjithë këto, ti shkobën ndryshime kushtetuese. Dhe përveç kësaj, jam dakord me të qytetarët që thonë pse thua për Salion, po ai çfarë ka bërë? Në 2024 ka shkuar ka votuar atë që mbajti numrin 2. Po nuk votoi Sali Berisha që të vinte numri 1. Pra do të thotë që ne duhet parë ky manifestim çfarë fshihet pas kësaj. Jo thjesht Berisha i mblodhi, po do t'i mbledhi se është një parti e cila mbajti numrin 2 në parlament, pra është një parti historike në vend. Por ne duhet analizojmë pak më poshtë dhe themi çfarë bën kjo. Pra, e kuptoni ju rastin. Lapaj në qoshe, ky shej në qoshe, qori në qoshe dhe ai, dhe tani çfarë ndodh? Kemi partitë të tjera që janë futur brenda Partisë Demokratike në koalicion në 11 maj, dhe ata tani pothuajse janë në një situatë lidhje, por nuk janë në lidhje. Pse? Se në çdo moment mund të razohet koalicioni. Sepse në rast se një parti kupton që këtu po bëhet një lojë e madhe duke dëmtuar pluralizmin e partitë të tjera politike në vend, ajo që do fitojë nga pas kësaj foltore, kush do të jetë? Partia Socialiste dhe Partia Demokratike. Kush ka më shumë votues? E para dhe e dyta. E diskutojmë pastaj do të shikojmë në rast se njëri bërë gëmarrëdare tjetër që ta shpëtojë që të ulet njëri dhe të vi tjetër në pushtet. Pas publicitetit do të alisim po këtu. Shkojmë në një hapësirë shumë shkurtër. Rikthehemi sërish në studio, do të vjojmë bisedën ku me para publicitetit po flisnim partia e parë dhe partia e dytë. Po, ndryshe nga pjesa e parë e debatit, në argumentin e dytë isha dakord me avokatin, sepse edhe mua më duket që ky tubim ose kjo foltore është një lloj kamuflazhi. Tani ta shtjelloj. Qa kemi parë neve deri tani? Kemi parë kryeministrin Edi Ramën në Asamblenë e Përgjithshme të Partisë Socialiste, i cili thotë që mund të bëjmë ndryshime kushtetute dhe të ulim numrin e deputetëve në 100 deputet. Kalojnë pak muaj dhe vjen një deklaratë e dytë nga zoti Berisha që thotë që absolutisht ka qenë një projekt shumë i hershëm i Partisë Demokratike edhe është artikuluar në fakt që i Partisë Demokratike për parlament me 2 dhoma, senatorët dhe deputetët që zgjidhen drejt për drejt nga qytetarët, por ky numër, thot ai, do të jetë në 100 apo 101 deputet. Pra ulet edhe këtu numri i deputetëve që zgjidhen nga qytetarët. Po ashtu do të kemi negociata për ndryshimin e sistemin nëse do shkojmë me 4 rajone apo në 6 rajone nga 12 që janë aktualisht, dhe nga deklaratat në distancë duket sikur kemi një lloj linjë të përbashkët politike ku përputhen diku. Kjo na bën që deri në korrikun e vitit të ardhshëm të ketë gjasa që 2 partitë kryesore të bien dakord për reformën zgjedhore, pra për të ulur numrin e deputetëve dhe për të ndryshuar po them sistemin për të ulur rajonet. Tani pse ndodh kjo dhe çfarë ndodh me këtë? Nëse do të ulet numri i deputetëve, e para herë kjo ndodh sepse si Partia Socialiste edhe Partia Demokratike ndihen që marrëveshja 2008-s i futi ujë. Si i futi ujë? Kryeministri Rama i bëri një korrigjim në 2020 duke hequr koalicionet. Megjithatë, në 2025-ën, 11 maj 2025-s, partitë e reja, të cilat kishin shumë kohë që nuk po arrinin të futeshin në parlament, këtë herë u futën në parlament. Agron Sheaj, Arlin Qorri, Adriatik Lapaj, hynë rishtas, po them, Agron Sheaj me partinë e tij. Edhe Qorri që prodhoi një mandat, po ashtu edhe Lapaj që prodhoi një mandat. Pra, kjo futi ujë ky sistem. Me këtë që duan të bëjnë këta tani, për këto partitë e reja bëhet edhe më e vështirë, sepse për të prodhuar një mandat, nëse Adriatik Lapaj mori 74.000 vota apo 68.000 vota për të prodhuar një mandat, tani do duhen 120.000, po them, po
bëra një për llogaritë të trash ose e relativizova gjë në këtë pjesë, po do duhen shumë vota për të prodhuar një mandat. Dhe kush dëmtohet këtu? Patjetër që partitë e reja, ndërkohë që kryetarët e partive patjetër forcojnë pozitat e tyre në parti dhe bien dakord deri diku që ti qëndron njëshi, unë dyshi, po dyshi im është ekskluziviteti im, edhe njëshi jot është ekskluziviteti jot. Por ta përfshir pak edhe përfaqësinë ndërkombëtare avokat, se duat ndalen pak tek ambasadorët, se prej kohësh nuk kemi një ambasador të Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Besoj se do vi momenti. Do të thotë, si e shpjegon këtë fakt? Tani, zoti Trump, me aq sa kemi parë, është marrë vetëm me politikën e jashtme dhe nuk është marrë me politikën e brendshme në Amerikë dhe është në një situatë zjarr fiksi, sepse ka pas shumë betejë lufte në çdo vend botës, ai ka vajtur pothuajse në gjithë vendet e botës dhe nuk është se ka vizituar edhe shtetet ku përbëhet Shtetet Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera. Por, për mendimin tim, besoj se brenda 2026 do të kemi një ambasador të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por mendoj se nuk do të jetë një ambasador i cili do të jetë karriere, por thjesht do të jetë një ambasador i cili do të jetë posaçërisht për zgjedhja e tij dhe vetë ai mendoj që mund të vendosë një emër të besuar të tij. Pra nuk do të bëhet gabimi Yuri Kim, që ishte një ambasador e karriere e cila u shëndëruar këtu si një shërbëtore e Partisë Socialiste. Por mendoj se linja Trump, sepse ka një diferencim midis linjës Trump që ai do të trashëgoj pas ikjes së tij nga shtëpia e bardhë dhe kush do vi pas tij, ai do të trashëgoj linjën e tij, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit ka politikat të qëndrueshme të cilat nuk ndryshojnë dhe sikur të vi një president tjetër dhe një ambasador tjetër në Shqipëri, thjesht vetëm do të ketë disa korrigjime të vogla në politikbërjen edhe në drejtimin e një institucioni që është ambasada këtu që do të ketë një drejtues. Por duke qenë në këto kushte, unë sot shikoj që linja Trump ka mbajtur një qëndrim tjetër në raport me politikën shqiptare, kam parë shumë deputet të dy partive kryesore në vend të shkojnë dhe të vizitojnë funksionarët të ambasadës amerikane dhe kjo është pa publikisht, dhe mendoj se sigurisht që edhe vetë ata do të kenë shprehur mendimin e tyre që edhe presidenti i Amerikës do të vendosë në fund fare. A ka ftoje mes Ramës dhe administratës Trump? Tani, është një situatë e cila duke vetë, s'ka nevojë të ne të komentojmë. Zoti Rama gjithmonë ka qenë kundër zotit Trump, sepse ai vetë ka thënë publikisht që zoti Trump është njeri i rrezikshëm, nuk e kam thënë unë, e ka thënë ai vetë publikisht. Dhe përveç kësaj kemi edhe rastin e samitit kur zoti Rama bërë një shaka e cila nuk duhet të ishte bërë ajo shaka, se dihet që zoti Rama bën shaka në Shqipëri, se e kupton edhe din vetë situatën, mendon se ka gjithë Shqipërinë në dorën e tij. Por mendoj se shakaja do t'i kushtoj dhe po i kushton. Po në një moment të dy do t'a shikojmë që kjo shaka në samitin, nuk e me kur bë, për nga truaj një shtet me Albania dhe Armenin mos ga bëj, do t'i kushtoj dhe mendoj se i ka shkuar ndonjë një mesazh për koston e kësaj gjëje. Por mendoj se linja Trump ka linjë të prerë për zotin Rama. Por, shiko, ka dhe një diçka tjetër, ti je i zoti që të shtypësh gazin edhe frenat, por ka një gjë që në të dyja raste ka një pasojë. Ti duhet jesh i zotit dhe si do të vinë pasojat. Do ta kalojë oqeanin Rama drejt Shëbave? Unë akoma nuk po shikoj foton, a ka vajtur tek martesa e Alex Sorsit apo jo, apo nuk e di akoma këtë gjë, a ka shku në Amerikë apo jo? Ishte. Jo, edhe unë mund të them tani në këtë moment jam në Amerikë me ju. Është vula. Nuk besoj se ka të tilla probleme. Se di. As unë nuk e them këtë gjë. Tani duhet të dim a e bëri dasmë në Amerikë apo e bëri në vend tjetër. Amerikë apo ngjitur me Amerikën po quhet Amerikë. Se tani edhe unë mund të them të dal nesër në Skype me ju dhe them jam në Amerikë, po nuk pat faktin konkret që është Amerika mbrapa, mund të jetë edhe mashtrim. Edhe mund mos të jem në Amerikë. Prandaj duhet ta shikoj me kujdes këtë, se jo çdo gjë që shkëlqen është flori dhe diamant. Edhe flori ku shkëlqen, do të shkosh ti bësh një provë. Edhe zonja me tabelë amerikane ishte, po thuaj se të gjithë ata njerëz të cilët sot janë ku janë, dhe ajo zonja i ka takuar. Regjia më thotë që është bërë në New York dasma dhe Rama ka qenë. Tani, regjia mund të thotë, po thjesht na jep atet pasaportës. Me fakte. Ne shqiptarët ku kalojmë, na vendosin vulën. Shiko,
Unë shoh vërtet një lloj ngërçi të kryeministrit me Shtetet Bashkuara të Amerikës, por që nuk besoj se lidhet me shakan që bëri, me batutën që bëri kryeministri Edi Rama pra asaj çfarë që i referoi avokati. Unë besoj më tepër te kjo pjesa e emisis së ngushtë që ka patur kryeministri Edi Rama me Soros edhe zoti Trump, pra presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i shpalli një armiqësi të hapur me filantropin, me Soros dhe me të birin e tij. Në këtë aspekt, në këtë këndvështrim mund të shoh një problem dhe po një tjetër është që në qoftë se në administratën e kaluar Shtetet Bashkuara, politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me aq sa kam kuptuar unë, ka qenë e orientuar kundër korrupsionit. Tashmë kemi një ndryshim kursi ose një fokus tjetër që është krimi organizuar dhe kryesisht droga, pra trafiku i drogës. Në këtë aspekt them që Shtetet Bashkuara po bëjnë filtrimet e veta, verifikimet e veta, gjitha që kanë çfarë nevojitet, po ashtu edhe për të luftuar, po them, bandat shqiptare apo bandat me origjinë shqiptare, çfarë roli ka Shqipëria në strehimin e tyre apo jo, a është Shqipëria vend origjine për grupet kriminale të organizuara dhe mbase kjo është një lloj filtri që po bëhet në këtë marrëdhënie. E qartë, mirë. Thjesht vetëm po të shikoni pak foton e zonjës ambasadore, tani nga ambasadore karriere ka përfunduar në biznes privat. Se them unë, s'është lajmim, ke lajmet ndërkombëtare. Kështu janë edhe komisionerët e Bashkimit Evropian. Nga eurodeputet, nga komisioner përfundojnë me shoqata në Tiranë. Po është gjëja më normale që duhet vërtetë. Mirë, flasim pak edhe për një zhvillim tjetër avokat, se do shkojmë drejt fundit dhe dua ta ezaurojmë edhe këtë temë. Presidenti i Partisë së Lirisë ka kërkuar SPAK ta marrë në pyetje për sa i përket çështjes së 21 janarit. Si u duket kjo kërkesë? Vjen pas dëshmisë që edhe zoti Berisha ka dhënë në SPAK, çfarë do të deklaroj Meta? Me sa kuptoj, zoti Meta do të bëjë një deklaratë sepse diçka din. Në kuptimin din, do të thotë nga rrethanat e faktit që kanë ndodhur në 21 janar, zoti Meta do të thoja që është një ndër protagonistët, pastaj gjykata e lartë e shpallit të pafajshëm videon e famshëm, por është nga të vetmit politikan që u gjykua, u hetua nga një gjykatë e cila pothuajse sot njëri nga antarët është dekoruar si antikorrupsion. Pra, do të thotë që drejtësia edhe atëre funksionon ka, pavarësisht se dikush mund të ketë rezerva. Pra, zoti Meta mori pafajësi. Por, vim në situatën sot, zoti Meta ndodhet në kushtet e paraburgimit dhe do të japi disa sqarime ose të thotë disa gjëra të cilat kanë të bëjnë pikrisht me vrasjet në 21 janar, sepse ato janë thjesht ngjarje kriminale që do të thotë janë vrarë 4 qytetarë. Nuk ne intereson nga cili subjekt vin, apo a ish me parti apo pa parti, dhe zoti Meta do të deklaroj, me sa kuptoj, që kush mendon ai kanë qenë organizatorë dhe ata të cilët duhet të pyeten konkretisht nga SPAK-u, sepse edhe ai për shkak të funksioneve të tij mund të ketë pasur ndonjë sinjalizim edhe nga partnerët ndërkombëtar, edhe shqiptar, që shiko, kjo ngjarje nuk thosht thjesht një ngjarje, një protest për shkak të një video korrupsioni, por është një ngjarje e cila ka qenë e stisur, sepse është shumë e çuditshme në aspektin e logjikës normale të një njeriu normal të shikoj pamjet qartazi dhe të shikoj që të vriten 4 persona. Hajde, të them të vritet njëri ose të plagoset njëri, të paktën të tjerë duhet kishin ndaluar, por të vriten në mënyrë sistematike 4 veta, pothuajse jashtë perimetrit, pavarësisht çfarë të kishte ndodhur aty, duke goditur godimat. Edhe momenti kur gjithë ne kemi parë dhe ishim dëshmitar të kësaj ngjarje, do të thotë që zoti Meta ka disa materiale të cilat don që mos të dalin në publik, don t'i japi SPAK-ut dhe SPAK-ut të vendosë dhe të shikoj këto për ngjarjen e 21 janarit përbën prova, janë prova të cilët bindin dhe SPAK-u që hetimi duhet të jetë akoma më i thelluar se aq se sa mendon SPAK-u që ka bërë. Për mendimin tim, SPAK-u nuk ka bërë hetim. SPAK-u atë që bën është thjesht për të shuajtur plagat që kanë viktimat dhe trashëgimtarët e tyre dhe opinioni publik në tërësi që ka një urrëti ndaj kësaj ngjarje,
por spaku nuk du të zbari dhe si kur të shkoj zoti Meta dhe t'japit dëshmin e ti. Sa e ndimon apo, sa e dëmton? Dhe jo për të zbardhur të vërtetë, dhe jam i bindur për këtë gjë që ju them. Sa e ndimon apo sa e dëmton Metën fakti që ka qenë protagonist i asaj videos së famshme? Po ka qenë protagonist për shpallu i pafajshëm. Për të cilës u shkaktua dhe protesta 21 janarit. Po, atëre qytetarët thoshin që ishte demokracia e munguar. Sot kemi parë që demokracia ishte munguar apo jo, po sot qeka i qeveria e cila sot është kapur pothuajse në flagrancë me rast të korrupsioni. Pra, në rast se sot, në 2025 në flasim, nga 2013 deri më sot, në gjitha këto akuzat dhe gjitha këto faktet ndodheshin në kohën e Sali Berishës, unë ju them që ju do ishin godiegur të gjitha goditën sepse njerëz do thonin fajin e ka Saliu edhe për këtë. Ndërsa sot shikojmë një ngjarje tjetër, çfarë? Veprat penale korrupsionit kemi, por ngjarja e 21 janarit nuk është zbardhur as nga kjo drejtësi. Edhe nga kjo drejtësi që erdhi duke bërë si po zbardhet, por si duke thënë që do zbardhin vetëm ngjarjen e 4 të vrarë, ndërkohë nuk zbardhin ngjarjen më të rëndë që është kryengritja. Nuk ka nevojë të kesh në kryengritje rezultatin konkret të bie qeveria. Mjafton edhe tentativa. E dini ju sot që keni njerëz të cilët janë në paraburgime dhe në burgje që akuzohen për vrasje të mbetur në tentativë. Dhe kjo ishte ngjarje kryengritje. Pra kërkon hetim. Dhe hetimi nuk mund të jetë thjesht i një anshëm. Kërkon që të jetë i gjithë përfshirës dhe përveç kësaj të merren prova dhe personat mos të zvarritet procesi edhe pastaj të shkojmë të bëjmë një masë sigurie ndaj një person që ka qenë në vijën e parë. Dhe dikush do të jetë më e dhimbshmja e kësaj ngjarje. E supozojmë që ata që kanë qenë në vijën e parë, njëri prej tyre që sot është deputet merret një masë sigurie ndaj atit. A do të ishte e dhimbshëm ndaj këtyre personave të cilët sot kanë dhimbje për familjarët e tyre që janë përdorur politikisht sepse ai që ka qenë në vijën e parë dyshohet, nuk akuzohet, dyshohet që mund të jetë edhe ai pjesë e ngjarjes dhe vrasjes. Pra është dyshim ky, nuk është prezumimet për pafajshëm personi, po ty të thjet dyshime derisa ke qenë në zonën në vijën e parë, sigurisht ti nuk mund të jesh pjesë e një partie e cila ka 4 viktima. Se janë viktima ata, le të kemi mendime politike të ndryshme, po quhen viktima, ata janë vrarë në mes të bulevardit. Po, çfarë do të thotë Meta? Tashi, edhe në qoftë se do që mund të ndryshojnë ndoshta rrjedhën e hetimeve? Shikon, në qoftë se do kishte informacione të tjera, edhe mund të depozitonte këto informacione por megjithatë zoti Meta është edhe politikan dhe do t'i përfshijë të gjitha këto. Por ndërkohë ka edhe deklaratat më hershme të tij, të cilat bëjnë përgjegjës ish ministrin në brendshëm të kohës, zotin Lulzim Basha, se sipas tij nuk kishte marrë masat e mjaftueshme për të administruar ose për të menaxhuar një tubim të tillë ose një ngjarje të tillë. Besoj se më tepër është për politik, nuk e di nëse nëse do kishin vërejtur element që zoti Meta mund të kishte informacion që mund të ndryshonte rezultatet e hetimit, besoj do ta kishin marrë patjetër në pyetje. Megjithatë, në këtë rast, në këtë hetim, Alda, unë kam përshtypjen që ka vlerë vetëm një gjë që të gjendet kush i ka vrarë ata 4 protestues me urdhër të kujt apo si ka ndodhur vrasja e tyre, sepse pastaj pjesët e tjera për veprat e tjera edhe parashkruan për shkak të periudhës që kur ka ndodhur, por edhe kanë politik në mes dhe në këtë aspekt. Po deklaratat e zotit Berisha sot për ish ministri asë kohë Lulzim Basha në lidhje me 21 janarin? Po mua mu duk në një pozicion mbrojtës ndaj zotit Basha, zotit Berisha, sepse tha që ishin marrë të gjitha masat për ta administruar në mënyrën e dur, por që të menaxhojë ndryshe një ngjarje si ajo 21 janarit, më shumë janë mundësit në teori se sa në praktik. Pra, në një farë mënyre, e bërit pafajshëm ishte në të gjitha, pra, zoti Basha atë kohë ishte në lartësinë e dur, duke i thënë që këtu jemi miq akoma, nuk kemi asnjë gjë kundër. Jo, sepse pastaj te qytetarët do ishte kjo, po mirë, derisa Basha ka qenë autor, supozojmë, kësaj ngjarje, autori politik kësaj ngjarje, i bën që zoti Berisha gjithë kësaj kohë e ka mbrojtur, sepse ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, u desh pra konflikti politik për vulën edhe në fund fare pastaj dal tradhtar. Ose ana sjertas, do të thotë që në rast se zoti Berisha e mbulonte diçka që është
përbën vepër penale ndaj zotit Bashës, do të thotë që nuk do të ishte në raport të drejtë me qytetarët. Prandaj mendoj se qëndrimi i zotit Berisha është okej në aspektin që ai thotë që shiko, ai ka qenë ministër politik. Pra, është si rasti i Gërdecit, pra akuzojnë Fatmir Mediun për kodin ushtarak. Pra, do të kesh lajfitur. Si doli kështu kryetar Partia Demokratike Besshkelër, mund dilte edhe ministër Besshkelës. Për këtë nuk të ishë. Për këtë do të flasim në një tjetër hapësirë, avokat, se kemi ardhur në fund. Fundit e the shumë bukur. Avokat, faleminderit. Faleminderit shumë. Që ishe në studio ku me faleminderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.